Na musliman pise kanë ra pushtetet e muslimanëve, dhe fjala muslimanëve është më e dobta. Shiko si cili i dyti tallet me muslimanin, si cili i dyti tallet me islamin, sidomos rrjetet sociale. Wallahi, 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 dhem zemra muslimanit që ka iman, kur lexon komente, sharje, ofendime, talje, abuzime, shantazhime, me kanë veç me muslimanin. Asnjëherë nuk e nitëm t'i kanë të utall me do një prift, asnjëherë nuk e nitëm t'i kanë të utall me do një rabin. Edhe pse dhe na nuk tallmi me ta, na e ka dhënë as fene ka batil, po s'tallmi me ta. Ama e gjenë veç një komunitet të utall me ta, cili është muslimani, hoxha, dietari, islami, Kurani. A dini pse të ndëruar dhe zë? Se kjo hak, s'kan qka mu talë me batilin, janë lodhë të talë me batilin, janë të talë me hakun, mos pebojnë në batil. Ama njeri ju s'ka takat mja undru venët seneve. Senët që shi ka vënu Allah u të së një ndronë, e ka vënu dilin në qilë, hatë heke. Nëse dilin që e ka kryu Zoti kryes, së në lëviz, a ki me lëviz Allahu në gjelle gjelalu? Po ata janë të mirë, këta që ka talën janë të mirë, Zoti u zof, nëse ka uzim, e se nëse s'ka uzim për ata, Allah i bafti bret. Qisha ti bafti vazhdimisht i bret. Vazhdimisht ata që ka talën me fen, Allah i ban i bret. I ban i bret, mësim për të tjerët. Ja unë gjerë Allahu gjelle gjelalu skandalet pas skandale, skandale pas skandale, turpet, koritme pas koritme.